e gjithë hadithet profetike dhe ajetet koranor i japin në rëndësi dhejqit e fundit të Ramazanit. Mirë po ju vëllezër, megjithatë është e mirë dhe rrugës njeriu ndonjëherë me i cek edhe shenjat e natës të kadrit. Ose na po folmi shumë për dhejqen e fundit, angazhimi që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet të mundu qëtash edhe me i cek edhe shenjat e natës së kadrit. Dhekara ahlul ilmi alamat lejletul qadr. Njerëz të ditur në për librat e tëve i kam përmend shenjat e natës së kadrit sipas ajeteve të Kuranit dhe haditheve profetike. Dhe minha e para që kam përmend ulemat është ziyadatul nur fi tilka lejla, shtimi i ndriçimit të qiellit në këtë natë. E shen që qaja natë nuk e ka atë ndriçimi qysh e domethënë ka qenë netët e tjera. Këtë net, kjo natë e shen që është e ndriçune më shumë, e kthjellët më shumë. Ëzët e qiellit janë shumë afër tokës, janë më ndriçune, janë më kthjellta. Kjo është për shenjave të parë që tregon që është nata e katërt. Minha, po të njëjtën gjë për alameteve për shenjave të natës katërt është tu'menin al-qalb, qetësia e zemrës fi tilka lejle. Dhe më thonë qetësia e zemrës, rahatia e zemrës në këtë natë. Akthar ma ajidu fi baqiya lejali. Dhe e vrejnë që natët e tjera zemra jote nuk ka qenë e rahatshme. Mirë po qatë natë që e vrejnë që zemra jote është shumë e qetësune, shumë e rahatune, për e dënë adhurimin, për e dënë lutjen, për kështosh dhe më thonë adhurim, dije mirë që kjo është prej alameteve të natës kadrit. Të minha e treta prej alameteve prej shenjat e natës kadrit është er-rih takunu sakinan yati al-jaw hadiyan. Prej alameteve të natës kadrit është era është e qetësune. Nuk është sikur netët e tjera që fryn era, të pengan era, jo. Është erë, mirë po është e paliveçme. E vrejnë që është një erë, për thamë që erë e flaqme, mirë po nuk pengan ty, nuk dëmtan ty. Është e paliveçme, nda të shkarë, se e kinen. Dhe më thonë është e qetësueshme, nuk liviz. E shenë që edhe koha e asaj nate është e qetë dhe është e mirë. Gjithashtu ju vëllezër, prej alameteve të natës kadrit, ashtu që shkon hadith me këto fjalë që i thanëm, o hiya lejletun talqatun belja'u la harratun wala baridatun. Për Amerika thënë hadith, është aja natë e cila është natë e kthjellët, është natë e ndriçune, që shtash, ndriçohet çdo sen me ëzë, me çdo sen me qiell, me çdo sen. La haratun wala baridatun. As nuk është nxehtë, as nuk është ftohtë, ashtu që shtanëm, domethënë është natë e qetë, është natë që nuk ka erë e kështu me radhë. E fundit të ju vëllezër, minha për shenjave të natës kadrit është edhe ash-shamsu, dielli. Që ka në hadith që pejgamberi ka treguar sallallahu alaihi wasallam, تطلع الشمس لا شعاع لها. Nuk ka dielli në mëngjes, nuk ka rreze deri në kohën të drekës, rreze dhe më thonë aj diell nuk ka. Pastaj ka thonë ka annaha tistun, sikur me qenë një ligen. A i thonë një ligen? Ligen i madh, ndel dielli, edhe shanti dielli, mi po nuk ka rreze, nuk të pengon. Dhe ka kuptohet që ka qenë nata e kadrit. Këta janë disa shenja që ahlul ilmi, njerëz të ditur të Kur'anit dhe Sunetit i kanë nxjerrë disa alamete prej ajeteve, shenjave, prej ajeteve dhe hadithe profetike. E lutem Allahun azza wa jall që gjitha këto shenja që i cakun mi prituna dhe me arrit natën e kadrit. Ja Rabbil Alamin.